dhe nuk duhet ta ketë kauzë individin. LDK-ja kauzë ka vlerën, LDK-ja kauzë ka besimin, LDK-ja kauzë ka programin, LDK-ja kauzë ka qeverisjen, LDK-ja kauzë ka shpresën. Këto janë kauzat e LDK-s. Pa keq kuptim. Sa i përket bashkimit. Cila është kauza juaj për këto zgjedhje? Sa i përket bashkimit, unë e shoh për tej, nuk e shoh bashkimin e një individi. Unë e shoh bashkimin e LDK-s. Unë e shoh bashkimin dhe përbashkimin brenda listës së LDK-s. Unë e shoh bashkimin dhe bashkëpunimin përtej listës së LDK-s. Unë e shoh bashkimin dhe bashkëpunimin me vlerat e LDK-s me të gjitha partitë politike në Kosovë. Unë e shoh bashkimin dhe bashkëpunimin si një vlerë qeverisje që veç LDK-ja mundet me ofru. Edhe unë e shoh bashkimin dhe bashkëpunimin që LDK-ja mundet me ofru për Kosovën në arenën ndërkombëtare. Ky është koncepti që unë e shoh bashkimin. Kjo është thirrja që unë e bëj. Nuk e bëj për individin, për asnjë individ. Pra, e bëj për vlerat që përfaqësojnë LDK-n, e bëj për vlerat që na përfaqësojnë politik, e bëj për vlerat që neve na përbashkojnë. Dhe në një moment caktuar, disa individ mund të kenë teke, naute, hatre, çka do. Por mbi gjitha, ne jemi në garë në emër të LDK-s, me vlerat tona individuale të përbashkuara me vizionin